S'ka rëndësi ku ndodhesh. Ne vim tek ti. ICF Tirana. Mirë se keni ardhur te festimi ICF-s. Sa qef. A doja një dorëtorkitje për miq që na ndiqni online, po shikoja aty vetëm 3 kishin komentuar nga po na ndiqni, po do e vlerësoja shumë nëse shkruajnë qytetin ose shtetin nga po na ndjek. Kështu që shikoj një dorëtorkitje vetëm për ju. Nuk e di a vjen atje ke ty. Edhe po shifja që kështë çuna goca që na ndjekin shqiptar që janë nëpër botë, edhe shumë kënaqësi që kemi këtë mundësi. Edhe urojmë shumë që do inkurajohesh përtej kamerës, ke telefoni apo kudo që po na ndjek. Sot fillojmë një seri të re, sepse ishte Pashka javës, ishte gjëja e bukur Pashka javës skaluar, po në fakt duket sikur është Pashka akoma, se është Pashka ortodokse këtë javë. E duket sikur, ore paçim Pashkë çdo të diel. Kujtofshim çdo të diel dashurinë e paimagjinueshme, e pakrahasueshme të Krishtit. Perëndia na deshi aq shumë sa dha birin, që kushdo që beson në të, të mos mbas, por të ketë jetë të përjetshme. Çka duhet të them një gjë për javën kaluar, mendoj që ishte një nga festimet më të bukura të ICF-s, ishte më shumë se 150 veta, por ajo që dua të theksoj është kur kërkova juve njerëzve skanonja të slajdon, edhe ishte A, B, C, A-ja ishte besoj tashmë, B-ja ishte dua të besoj sot, edhe C-ja është dua të di më shumë, dua të ndaj me ju këtë numrin, sepse C ishte 11 edhe B ishte 4, që do thotë C, 11 veta thanë, duam të di më shumë. Kemi ardhur, duam të di më shumë, edhe 4 thanë, duam të besojmë sot. Edhe ishte shumë e veçantë. Edhe nëse ti je një nga këto personat, je shumë i mirëpritur, dua të sigurohemi që je shumë i mirëpritur, për të qenë pjesë e kësaj familje, për të qenë pjesë e festimeve tona, dhe të ecim bashkë në këtë udhëtimin frymëror me Perëndin. Gjithashtu jam shumë i njohës se cilit prej jush që ftoni ka. Kush është afër meje, por është larg Perëndis. Ftojmë ato persona që janë të afërmit tonë, që janë të dashurit tonë, ato që janë afër nesh, edhe dëshira jonë si kish është që çdo njeri kush i marrën ato 4 pjesët. Çdo njeri, ëndra jonë, dëshira jonë është çdo njeri ta njohë Krishtin, ta njohë dashurinë e Perëndis, të rritet në ngjasim me të, e treta, ta jetojë jetën pa frikë, e katërta, të sjellë ndikim aty ku është. Shumë faleminderit Dream Team që shërben me gëzim, edhe këtu do doja një dorëtorkitje. Faleminderit Sosa që e përmendi, edhe është shumë qef që kjo kish lulëzon edhe rritet me kontributin e shumë personave. Nuk e bëj këtë kish unë Ada dhe pak njerëz. Kjo kish ndërtohet dhe fuqizohet me kontributin dhe sakrificat e secilit për ju që e doni Zotin shumë, që e doni kishën shumë. Shiko, titulli i serisë së re që po fillojmë sot edhe uroj që do shkojmë deri në fund të majit, quhet Jashtë mase më tepër. Edhe është marrë nga një premtim që Perëndia vete ka thënë, e do shohim javë pas jave si ngjan kjo gjë në këtë udhëtimin ton frymëror me Perëndin dhe me njëri tjetrin, si ngjan kjo, si do të zbulojmë, si mund të zbulojmë, ç'a ka pas në mend Perëndia kur ka thënë, unë do të bëj jashtë mase më tepër. Ç'a do të thotë kjo? Edhe do e zbulojmë si, duke edhe një hap përkushtimi më shumë, një hap përkushtimi më tej. Kur hyre, mora atë figurinën e vogël, kush e ka qeftë? Frites pa gjë? Jezus i vogël, Little Jesus, edhe kjo është si trend tash, gjithë kanë kështu Jezus i vogël, edhe vendosin te vendi punës, ose te shtëpia, ose te komoja e krevatit, gjithë e vendosin, është si kujtesë e vogël. Në fakt është kujtesë e vogël për 2 gjëra. Një, është kujtesë, Krishti është me ne kudo që ti jemi, ai është me ne aty, edhe e dyta, ti je ky Krishti i vogël. Ti e Krishti i vogël, shiko, ata që besojnë në Krishtin, që besuan në Krishtin në shekullin e parë, e di si u quajtën në Antioki, kush e mamen? Të krishterë, edhe ishte nofk, ishte si tallje. Edhe kuptimi ishte to krishtat e vegjël. Jam ledh, kush janë ato? Janë to krishtat e vegjël. Edhe që duke si ofendim, u kthye, sa qef, ku ta gjej të më thuash, më ngjan si Krishti i vogël. Është kompliment.
Edhe është, shiko, kthehemi te seria, përse ta vej këtu këtë, a duket këtu? Shiko, po predikojmë bashk. Shiko, kthehemi te seria, vargu kyç i serisë është vjen nga porosia e madhe e Jezusit te Mateu 28, nëse e shohim te ekrani dhe gjasat janë shumë për ju që din përmendsh. Është në momentin e fundit para se Jezusi largohet në qiell, u afrua dhe u foli atyre dishepujve duke thënë: "Mua më është dhënë çdo autoritet në qiell dhe në tokë." Vargu 19, "Më është dhënë kjo autoritet dhe unë ju them juve, ju urdhëroj juve, ju shtyj juve, ju nxis juve, shkoni pra dhe bëni dishepuj nga gjithë popujt, duke i pagzuar në emër të Atit, Birit dhe të Frymës së Shenjtë." Është porosia që Jezusi i la skuadrës tij. Jezusi kishte 12 dishepuj, skuadra e tij ishte për 12 vetash. Në fakt, sa janë këtu në këto anë? Kush e di? 12 1 majt. 12 apo 1 majt? 12 apo 1 majt? 11 se Juda e tradhtoi, firoi njëri rrugës, edhe në këtë moment Krishti ç'a tha? Unë bëra dishepuj, tani e keni radhën ju të bëni dishepuj. Edhe vargu 20 vazhdon kështu: "Këto dishepuj që ju do bëni, duke i mësuar të zbatojnë të gjithë gjërat që unë ju kam urdhëruar." Edhe ja një premtim. Ai jep një nxitje, një porosi, edhe porosia paketohet me premtim. Edhe premtimi është: "Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët deri në mbarim të botës." Do të jem me ju, do të jem me ty kudo që të shkosh. Kudo që ti je, jam aty. Dhe është super premtim, është porosia e madhe, edhe kjo na kujton anën praktike të besimit. Ç'a thot? Të zbatojmë, të bëjmë, të praktikojmë atë që na ka urdhëruar mjeshtri. Edhe shiko, edhe ndonjëherë kjo mund ndihet si ngarkesë e madhe. Thu, po kjo është puna që ka bërë Jezusi. Ai na thot neve tashti, por ne si jemi biri i Perëndis, ne s'kemi ato që kishim, edhe duket sikur janë shumë urdhëresa, shumë ngarkesa, por nëse të duket e madhe ajo që ka kërkuar Krishti, 1 Gjonit 5:3 thot kështu. 1 Gjonit, sepse kjo është dashuria e Perëndis. Këtu kuptohet sa shumë e duam Perëndin, që ne të zbatojmë urdhërimet e tij. Edhe pjesa e dytë për të na lehtësuar neve, për të na kujtuar neve është, shiko, me qëra fjala, urdhërimet e tij nuk janë të rënda. Ti më në bosa shumë na ka kërku. Jo, nuk janë të rënda. Nuk janë të rënda, nuk janë, është kur ti zgjedh të ndjekish udhëzimet e tij, nuk janë të rënda, janë bekim. Pra hapi i parë është të zgjedhësh ti besosh Krishtit si shpëtimtar, edhe hapi i dytë edhe në këtë moment i kalon si thot shkrimi, nga mbretëria e errësirës hyn në mbretërinë e dritës. Ti zgjedh ti besosh Krishtin si mbreti i kësaj mbretërie të dritës, ku Krishti zotron, edhe pastaj ai kërkon, shiko, ti besosh Krishtin të dyja, si shpëtimtar dhe si Zot. Ti besosh si shpëtimtar, Jezus, faleminderit që pagove në kryq për mëkatet tona, na pastrove të shkuarën, i dhe qëllim të sotmes, sigurove të ardhmen, por kur i beson si Zot, ç'a të thot? Ti i thua, Zot, zotëri, o shef i madh, o bos i madh, o kryetari i madh, ç'a do lloj gjëje? Unë do bëj eksakt ç'a më thua ti. Unë do t'i bindem asaj që ti më thua, sepse ti e di që ti ke më të mirën për ne. Edhe shiko, edhe pastaj, ai thot, shiko, ashtu siç bëra unë dishepuj, tash është puna juaj, është rradha juaj, është rradha jon. Edhe qëllimi i këtij mesazhi është që të shohim si e kam thënë, jashtë masa më tepër udhtimi i dishepullit. Ndërkohë që udhtojmë edhe rritemi me Zotin, e shijojmë kohë pas kohë, moment pas momenti, ndë këto udhtim me Zotin, ne do të zbulojmë që ai ka jashtë masë më tepër. Edhe ideja është për të hequr çdo lloj presioni nga ty, nuk është ngarkesë, është për të kujtuar, kemi atë së pari, edhe ai na ka dhënë udhëzime, edhe udhëzimet e tij nuk janë të rënda, por janë gjëra që bëhen hap pas hapi dhe vijnë shumë natyrshëm edhe shumë lehtësisht. Për ta përshkruar më mirë dishepullin, pra ideja është që këto javë ne duam ta përshkruajmë sa më mirë dishepullin, sepse na e kalon porosi shefi i madh. Edhe shefi i madh thot, unë bëra dishepuj, tash i thot, shkoni ju bëni dishepuj.
Po puna është si ta kuptojmë të pjesën e parë që cilë është roli im si dishepull e si ta përshkruajmë sa më mirë që kur të shkoj të bëj dishepull ta di. Që një nga përshkruajmë më të mirë është ke Efesianët 4:13 e thotë kështu. Derisa ta arrim të gjithë te uniteti i besimit edhe njohjes së birit të tij. Derisa ta arrim të gjithë te një njeri i përsosur në masën e shtatit të plotësisë së Krishtit. Ky është synimi përfundimtar i Perëndisë për jetën tona. Edhe nëse e ke filluar këtë udhtim me Perëndin këto ditë apo ke shumë kohë, synimi i madh cili është të maturohemi, të ngjajmë sa më shumë Krishtit. Të ngjajmë një çik më shumë Krishtit. Shiko, të ngjajmë jo në fizik, ke këtë figurinë e vogël, jo në fizik, kë ka qenë flok gjata. Kështu që me mjekër, me mustaqe, kështu që jo të ngjajmë fizikisht, por të ngjajmë në karakter, në brendin ton, çfarë thotë shkrimi. Derisa të arrim te njeriu i përsosur, çfarë kuptimi ka njeriu i përsosur? Në njeriu e maturuar, në çfarë masa i maturuar, deri në masën e plotësisë që të ngjaj eksakt me Jezusin. Që edhe kjo nuk ndodh më herë. Është proces hap pas hapi, edhe në një farë, si ta shpjegoj procesin e dishepullizimit, të maturimit, derisa të bëhemi në masën e Krishtit. Është si puna e kësaj anijes duke u mbush me kontinera. Imagjino, je në Durrës dhe porti Durrësit dhe puna jote është mbush anije me kontinera, si e mbush? I kap edhe hudh, bum, i hudh gjitha aty? Jo. Kontinier pas kontinier. E merr të parin, e ço, e vjen i vet drejt, pastaj shkon, merr tjetrin, avash, derisa mbushet plotësisht. Si ta përshkruaj dishepullimin? Është proces që plotësohet hap pas hapi. Se puna anijes si mbushet kontinier pas kontineri, edhe ne, dishepullizimi është proces që ndodh si hap pas hapi. Po të shofish, fjala dishepull ose ky proces dishepullizimi është përdorur gjithkohë, nuk është përdorur vetëm nga Krishti, është përdorur gjithkohën përpara Krishtit, është përdorur gjithkohën mas Krishtit. Është përdorur gjithkohën. Edhe në kulturën tonë shqiptare të vjetër, dishepull quhet ndryshe qirak. Qirak do thonte dikush që rrin me ustajin 1 vjet, 2 vjet për t'i vjedh zanatin ose për të mësuar zanatin që mas 2 vjetësh ai mund të bëhet eksakt plotësisht si ustai i tij. Edhe në gjuhën e sotme quhet praktikant. Duke se fjala qirak duhet si ofenduese, tash i quhet praktikant. Dikush që bën praktikën, masi ka marrë teorinë, dikush që bën praktikën para se të filloj punë. Edhe ka të gjithë shkollat e kanë si detyrueshme që mbrave shkollën, po ke 6 muaj deri 1 vit praktik, pastaj të hysh tek ajo. Shiko, madje në kulturën greke ishte e njëjta gjë. Edhe Sokrati për shembull, që një nga themeluesit e filozofisë perëndimore, ai kishte dishepuj, edhe ai ka jetuar 3-4 shekuj para Krishtit. Edhe ai pati dishepull kë? Platonin kishte pas dishepull Aristotelin, ky kishte pas dishepull Aleksandrin e Madh, edhe kështu me radhë. Edhe në kulturën hebreje ku ishte Krishti, ku erdhi Krishti, kjo ekzistonte modeli dishepullizim, ekzistonte. Nuk e shpiku Krishti, ekzistonte aty. Të gjithë e dinin që ishte pjesë e kulturës, por kishte një ndryshim. Kur Krishti kërkoi dikujt bëu dishepullim, edhe kur ky ustaj ose filozofi ose dikush tjetër i kërkonte dikujt bëu dishepullim, kishte ndryshim të madh. Sepse kur ti kërkoje një mjeshtrit, një ustaj, dikujt të bësh dishepulli i tij, ai do të sigurohej ai e personi dur. A e ke ti ato që të duhet që të më nderosh? Se mos të majën të dishepull, e ti merr kot edhe më nxi faqen. Kush është ky? Dishepulli filan, si ka gjo filani. Nuk e pas kapsu mirë. Edhe do të sigurohej përpara se të merrte të bëhesh dishepulli i tij, ai do të sigurohej sa e do këtë gjë, sa i përkushtuar je, sa di, edhe kaloi një fartesti derisa i thonte po, ti mund bëhesh dishepulli im. Edhe shiko, pra do t'i luteshe, dishepulli do t'i luteshe ustajt, mund keqen, du fort, atë bëhe mund dishepulli jotë. Të lutem edhe i përgjërohe që të bëhe, edhe kalonte në sit për të bërë dishepull. Por Jezusi ishte ndryshe.
ishte ndryshe. Shkoi dhe i thirri, nuk kërkoi që njerëzit ta përgjërojnë t'i kalonte në test, edhe ti skalo, por shkoi atje edhe mori dhe i tha, ti më ndiq mua. Pastaj tjetri mori vllan, hajde ndjekim Jezusin bashkë. Tjetri mori shokun, hajde ndjekim Jezusin bashkë, derisa u bën 12 dishepujt. Edhe kur Jezusi i thirri dishepujt, ato e dinin, tash jemi dishepujt filanit, jemi dishepujt të këtij mësuesit madh. Dhe mësuesi në atë kohë quhej rabin në kulturën hebraike, edhe e dinin që po je dishepulli filanit, do të kalosh trapa, që të diplomohesh, që të quhesh që e ke po punën tamam. Edhe di cilët ishin hapat, hapi parë, si fillim, ti rije në kulturën hebraike, është kur i bësh dishepull i një rabini, një mësuesi, ti rije me rabinin. Rije me të, edhe kur i tha Jezusi, e janë dhe shikoni, ato e din, hapi parë, naftoj të klasa parë. Tashti është momenti që ne do rrim me të, e do shohim ku rri, ku ha, ku fle, edhe hapi dytë i dishepullit në kulturën hebraike, ishte dishepulli fillonte dhe bëhej në sjellje si rabini. Fliste si ai, sille si ai, shkonte kudo pas tij. Në çdo vend shkonte pas tij dhe ndiqte nga afër, madje kishte një urim, të mbuloft pluhuri i rabinit tënd. Do thotë që e ke ndjek aq afër, sa që dhe pluhuri që ke në rroba nuk është pluhuri jot. Është nga rabini që ti po ndjek, edhe ishte, do të thotë që ke ndej aq shumë sa që ke marr hijen e tij, i ngjan shumë atij. Dhe hapi i tretë, do të bëje eksakt siç bënte rabini. Mësoje të njëjta gjëra edhe praktikoje të njëjta gjëra, kur ai bindej që ti e ke mësuar tamam zanatin, gjën, mësimin, pastaj ishte koha e diplomimit. Edhe është te porosia madhe, çfarë po ndodh? Jezusi po i diplomon. Jezusi po diplomon dishepujt, që kanë ndërtuar bashkë, kanë dëgjuar, kanë mësuar, kanë ngrënë, kanë qenë vend pas vendi, kanë patë gjitha bashkë, edhe tash është momenti i diplomimit, sepse kanë parë, kanë dëgjuar, njihen si dishepull e tij, kush është ky? Filani, ky është dishepull i atit. Njiheshin, edhe pastaj kishin bërë gjëra, kush e maven, Jezusi i çoi për të bërë gjëra si? 2 nga 2, për të praktikuar të njëjtat gjëra që bërë. Edhe para se të ikte, ishte ajo që dëgjuam më lart. Edhe Jezusi tha, tani, ju jeni rabi, shkoni gjeni dishepujt tuaj. Shkoni bëni dishepujt e tuaj, por do t'i mësoni çfarë? Në bazë të njëjtës porosi që ju dhash, sipas të njëjtit mësim që morët nga unë. Prandaj qëllimi i kësaj serie është të mësojmë ne çojmë shiko së pari si të jemi vetë si dishepuj. Së dyti, si të bëjmë ne dishepull, të zbulojmë sa më qartë udhëtimin e dishepullit, edhe pastaj ta pasojmë këtë gjë ke dikush tjetër. Edhe këtë do ta zbulojmë hap pas hapi, edhe ndërkohë që zbulojmë, cili është premtimi që filluam serin, Perëndia ka jashtëmasë më tepër. Dhe kemi përzbuluar sa herë që hedhim një hap për kushtimi, për të bërë ndjekës i Krishtit, edhe për të urrit një çik më shumë në masën e plot të ngjasimit me të, kemi të zbuluar çfarë? Perëndia paska më shumë, Perëndia paska diçka më shumë, Perëndia paska diçka më shumë. Jashtëmasa më tepër më pëlqen, sepse mendoj që kështu jemi ne shqiptarët. Ne kur ne jep një gjë, duam dhe gjë më shumë. Faleminderit që më dhe këtë, a ka më shumë. E ti thua, shiko, si e Barsalida, mos shko ati otrim. Jo të shkoj, çaka ati, çaka. Ore mos shko, jo çaka ati, çaka. Edhe një gjë që e përshkruan këtë, janë vilat me hekrat pa përfunduara. Kjo na përshkruan neve si shqiptar. E parasysh se pse? Duam çik më shumë. Ti ke marrë lekët nga çuni, nga goca, nga dikush nga jashtë shtetit që punon emigrante i ka sjell, edhe lekët janë për sa kate? Për një kat, ose për 2 kate. Janë lekë për 2 kate, po ti lejmë hekrat për katret. Ti edhim hekrat për katret, se kuj dihet. Ja, e jetë se marë quni dhe atjerë, bi lek prak, e kemi gati. Edhe duam, e kemi këtë manin, një qik më shumë, edhe më duke që është
është mani biblike. Efesianëve 3:20 thot, sipas fuqisë që vepron në ne, Perëndia mund të bëjë sa? Ajtë më duke pa, duke bo. Aj sa mundet, aj sa ka takat. Qa thot? Jash masë më tepër. Perëndia mund bëj jash masë më tepër nga sa kërkoni ose mendoni. Shiko, ja si do e përkufizoja këtë. Shiko, sa herë që hedh një hap të ri, do ta përjetosh Perëndin më tepër. Në këtë udhtimin tënd të dishepullit, duke ndjek mjeshtrin, sa herë që hedh një hap më shumë, ke për ta përjetuar Perëndin më tepër, një çik më shumë. Nëse sapo ke filluar udhtimin tënd, nëse ke pak vite apo shumë vite, ti vete ke përjetu, në fillim të duke sigur kaq kishte, pranova Krishtin. Qa mrekulli e fajt e mia, më janë falur, fryma e shenjtë banon në mua, edhe më janë dhënë një palë sy të ri se e shoh jetën ndryshe, edhe kuptoj, sigur kaq ishte mjafton. Pra ishte kaq? Jo, kishte akoma më shumë, një hap më shumë, një hap më shumë, një hap më shumë. Shiko, por javë pas jave do ta zbulojmë të si ta përjetojmë Perëndin, edhe me këtë seri do ta ndaj me 3 shok të tjerë, seria ka 7 pjesë, 4 do t'i ndaj, 3 do t'i ndaj, një do ta ndaj Blendi, një do ta ndaj Joy, edhe pas 2 javësh do të ftoj një skolar, një studiues të shkrimit, që e njeh shkrimin në shumë thellësi. E sa mora vesh që është Tirani, thash, ti do na vish te ICF-ja? Do na vish te ICF-ja, do na folësh për bukurinë e shkrimit. Pse? Sepse ne duam të zbulojmë ato që Perëndia ka për ne, jashtëmasë më shumë. Edhe duke njohur shkrimin një çik më shumë, do të zbulojmë çka ka Perëndia një çik më shumë te shkrimi. Kështu që me datën, se e bie, mas 2 javësh do ta kemi atë shokun që do na zbulojë thesaret e shkrimit. Por shiko, hajde shofim një pasazh të bukur. Tash do bëj si teolog, tash do bëj çik si i mençur, sepse ky pasazh është çik i vështirë teologjikisht, por do mundohem ta shpjegoj. E hajde e shohim bashkë. 2 Korintasve, kapitulli 3, vargje 16, 17, 18, thot kështu. Megjithatë, kur dikush kthehet tek Zoti, bie veli. Mirëpo Zoti është shpirt, Zoti është frymë, edhe kur është fryma e Zotit, atje është liria. Vargu 18. Prandaj të gjithë ne që e shohim lavdinë e Zotit si në pasqyrë, pa pasur vel në fytyrë, shndrohemi në shëmbullimin e tij, nga lavdia në lavdi. Edhe kjo gjë vjen nga Zoti, që është shpirt, është frymë. Hajde zbulojmë 3 të vërteta nga ky pasazh, që duket i çik i ngatrueshëm teologjikisht, por nuk është aq i ngatrueshëm, sepse ka thesare brenda. Edhe e para është kjo. Thellohet miqësia me Perëndin. Sa herë që hedhem një hap më tutje për kushtimin e udhtimin tonë, si dishepëll, si ndjekës i Krishtit, thellohet miqësia me Perëndin, sepse vargu 16 thot, kur dikush kthehet tek Zoti, i bie veli, i hapen syt, shikon dhe dallon gjëra që nuk i ka parë deri në atë moment. Çfarë kuptimi ka veli? Në veli përmendet 2 herë. Edhe përmendet te tabernakulli ose te tempulli ishte perdja ose veli mes vendit të shenjtë dhe shumë të shenjtë, që njerëzit mos të hynin te dhoma shumë e shenjtë. Edhe një vend tjetër është rasti ku përmendet te Mojsiu, edhe ky varg te Korintasve i referohet Mojsiut. Mojsiu shkoi në malin Sinai për të marrë 10 urdhërime që Perëndia i tha atit, edhe qëndroi aty 40 ditë, edhe qëndroi 40 ditë me kë? Me Perëndin e shenjtë dhe të gjithëpërshtetshëm. Edhe duke nejtë me të, kur dishepulli rri me ustajin, çfarë fytyrë merr? Me çerën e ustajit. Edhe kur Mojsiu nejti me Perëndin 40 ditë, ç'a mori? Kishte gjë të çuditshme. Çaj, Mojsiu i shkëlqente fytyra. Edhe për ta ilustru, i pyetëm çati, na ilustrojnë çik Mojsiun duke zbrit me pllaka, si shkëlqen, që duket kështu si, që ato që rreza nga sy. Por gjithsesi, nuk e di se si ka qenë, por ideja është që ati rrezëllente fytyra jashtëmase, edhe ishte pjesë e lavdisë së Perëndisë, edhe di çfarë ndodhi? Njerëzit në vend t'i afroheshin Mojsiut. Ç'është kjo gjë? Se si e përjeton? E di çfarë ndodhi, kush e di? Kishin frikë. Ja futën vrapit. Edhe sa afrohej Mojsiu me fol, ata ja fusin vrapit te. Afrohej këtej, ç'a bëri? Mojsiu vendosi vel. Vendosi një vel që të mundi afrohej njerëzve, sepse njerëzve e kishin frikë. Edhe shiko, për shkak të Pashkës, asaj që kujtuam javën e shkuar, ne s'kemi më arsye për të patur frikë.
Nuk kemi më frikë. Romakëve 5:1 thot, të shfaqsuar pra, me anë të besimit, kemi paqe me Perëndin që është arrit nëpërmjet Jezu Krishtit Zotit ton. Edhe vargu 2, me anë të cilit, me anë të Jezusit, shi sa e bukur. Edhe patëm nëpërmjet besimit hyrjen në këtë hir në të cilin qëndrojmë të patundur dhe mburremi në shpresën e lavdisë së Perëndisë. Për shkak se Jezusi pagoi për ne, na shfaqsoi, edhe ne kemi paqe, jemi pajtuar me Perëndin. Tani është heq veli edhe mund shkojmë drejt për drejt. Nuk kemi nevojë për ndërmjetës. Mund të shkojmë atë vi para teje në emrin e Jezus. Edhe ç'a ndodh? Hapet. Edhe ti ke lidhje direkt me hynin, me Krijuesin, mund t'i drejtohemi atij, mund t'i lutemi atij, mund t'i kërkojmë atij, mund të ndërmjetësojmë në emrin e tij. Pse? Sepse Krishti u bë shkallë, Krishti u bë urë lidhse. Nga ku jemi ne për tek Perëndia. Edhe për ty që ke besuar më para, e mamen atë momentin, siç thashun, kur zgjodhe ti besosh Krishtin në fillim, është çakëzimi ishte, si dukeshin gjëra. Unë kam në qershor bëj 33 vite që kam besuar Krishtin dhe e majmen si sot atë kohën. Se kur më ndryshua, jo sikur më ndryshua jeta edhe nga mënyra se si I shifja gjërat, sa që nuk dija fjalë ta përshkruaja atë që kisha përjetuar. Por nuk ishte vetëm aq. Hap pas hapi zbulon që ka më shumë, ka më tepër. Perëndia ka më shumë për të zbuluar, për të parë. Shiko, ja ta përshkruaj me fjalët e brother Lorenz, vëllar Lorenzi, ka qenë një krishterë në shekullin 17, ka jetuar mes tensionesh të mëdha, ishte I palodhur, ishte punëtor I madh, edhe pas vdekjes u botua libri I tij si të praktikosh praninë e Perëndisë. Sepse ai ishte një njeri që I trajtonte çdo lloj pune si adhurim. Ai thonte mund ta ndjesh praninë e Perëndisë edhe intimitetin me Perëndin duke la enët. Edhe nëse uroj që të kem nxit mjaftueshëm që të shkosh në internet ta gjesh, nuk e di është përkthy në shqip ky libri, të praktikosh ose The Practice of the Presence of God, është fjalë për fjalë, mund ta gjesh në anglisht apo në shqip, është një përshkrim shumë I bukur I pranisë Perëndisë. Pse? Sepse është heq veli, edhe tani ti mund lidhesh me Perëndin gjithkohës, edhe mund ta ndjesh praninë e Perëndisë gjithkohës në çdo lloj momenti. Edhe disi e përshkroi këtë moment, edhe është një pjesë, një copës e librit është kështu. Sa më shumë e njohim, aq më shumë na shtohet dëshira për ta njohur atë. Sa më shumë e njohim Perëndin, aq më shumë e duam. Edhe e duam në ditë mira dhe në ditë vështira. Le të kemi gjithmonë në mendje këtë. Ta duam, ta njohim atë më shumë. Na është hap dera, le ta dëshirojmë për ditë. Dua ta njoh, një çik më shumë. Një çik më shumë. Nëse sapo ke filluar ti me Perëndin apo para ca vitesh, u bën vite apo çdo lloj kohe, Perëndia ka shumë më shumë. Ka shumë më shumë, edhe mund të thellohesh gjithnjë më shumë në marrëdhënien tënde me të. Edhe e dyta është çdo hap drejt tij sjell lirinë e vërtetë. Sepse vargu 17 thotë kështu, Zoti është frym, edhe aty ku është fryma e Zotit, atje është liria. Është shumë vargu I bukur, po si interpretohet? Kur zgjedh Krishtin, kupton që ai ka kufi të shëndetshëm për ty. Ka një zonë që është me kufi të shëndetshëm për jetën e secili prej nesh. Edhe ajo zonë është kur ti je pjesë e mbretërisë së Perëndisë, kur ti je njeh edhe pranon Krishtin si mbret, edhe ti merr çfarë thot ai edhe e bën, sepse e di duke qëndruar në këtë zonë brenda kufive të Perëndisë, është qef. Është qef edhe I sjell kënaqësi atij, edhe këtu ekziston liria e vërtetë. Sepse aty ku është Zoti, çfarë është aty? Aty është liria. Aty është liria. Por njerëzit e kuptojnë ndryshe lirinë. Ja ta them paktën 2 koncepte si e kuptojnë njerëzit ndryshe lirinë. E para mendojnë liri do të thotë ta jetoj jetën pa kufi, pa limite. Edhe kjo promovohet më shumë, edhe në shumë forma. I lirë do të thotë zero limite, zero kufi, edhe duket si shumë premtuese, por nuk jep aq shumë sa premton. Ka qytete dhe vende që janë ndërtuar në bazë të kësaj mendësie. Kush e di moton e Las Vegas? Cila është moto po shkove në Las Vegas? Ajo që ndodh në Vegas?
ngelet në Vegas, harbo, bo qa dush, lëshoj elitare, mëse, s'ka për të marrë vesh njëri. Ky është qyteti i kësaj gjëje që t'jetosh pa kufi. Duket e bukur kur e dëgjon, por nuk është aq premtuese sa që tingëllon. Shpesh njerëzit thonë, çiko, me gjithmonë bëra çadesha, po a ja vlejti se po paguaj pasojat akoma të asaj lirie që mendova që ishte gjë e mirë. Ose në një mas të vogël, hajde ta përshkruajmë një mas të vogël, për shembull kur janë festat e vitit të ri. Kur jam festat e vitrit, menoj që kratë e shkrinjta leti, se mos nusja ime është unë manitem që ajo ditë gatoja që bukur. Sepse mushet tavolina me lloj-lloj sallatorinash, se dia ekzistojnë ato lloj sallatorinash, edhe ca gatime aq fantastike, sa që unë rri pa hongër gjithë ditën. Pse? Sepse kur të vi darka, do të hyjë mbar. Edhe ashtu ndodh. Sa fillojmë ne, ha, edhe pastaj blokohem. Blokohem aq shumë, sepse jam i lirë të haj qatë dush, edhe i lirë të provesh qatë dush, edhe pastaj aq shumë fryhem, sa që përtoj me dalë në orën 12 me pa fishek zjarrit. Shka vëngë aq shumë, sa që s'lëviz dot nga vendi. Edhe shiko, duke sigur liria pa kufi sjell vetëm të mira, por në fakt premton më shumë se sa që jep. Edhe nuk përmenden fare pasojat. Prandaj është shiko, tjetra është kjo. Njerëzit mendojnë lirin të jetoj jetën sipas kufive të mi, atëherë jam i lirë. E duke sikur kjo është në mod tash. Edhe shiko, po pse doja me i çun që thonte, po ndaja unë gjillin atit, po i tregoja për lajmin e mirë, edhe e thonte, shiko, me thonë drejtën, po drejtën do, qa meno? A i tha, shiko, unë kam një të vërtetën time. Kam kriju i gjoj vetë. Edhe shiko, kam besimin tim. Marr një qik tu, një qik atje, një qik. Kam kriju i gjoj timen. Edhe mënyrën si jetoj jetën, edhe mënyrën që besoj, edhe kam kriju ato kufit e mi. Edhe më duk sigur ato kufit që kështë kriju ishte gjë e zgjuar, po s'kishte perëndi fare. S'kishte parimet e shkrimit, apo perëndia s'ekzistonte fare ato kufit e tij. Por liria e vërtet është kjo, brenda kufive të Perëndisë. Sepse udhëtimi i dishepullit është për të ngjajtë mjeshtrit. Edhe që të ngjaj mjeshtrit është duke menduar shiko, çfarë i pëlqen atij, sepse 3 fazat e dishepullit cilë është? Rri me të, mëson prej tij, edhe bën çfarë bëri ai, edhe ku është fryma e Perëndisë është liria dhe kjo është liria e vërtet. Sa herë që i marrin vendime çfarë? Brenda kufive të lirisë që na jep ai. Sa herë që jeton jetën e beqarit brenda kufive të Perëndisë, ka liri. Sa herë që ndërton familjen në bazë të kufive të Perëndisë, ka liri. Sa herë që menaxhojmë kohën të ardhurën tona në bazë të kufive të Perëndisë, ka bekim, ka liri. Sa herë që fal në bazë të kufive të Perëndisë, ka tjetër liri, ka tjetër çlirim. Edhe udhëtimi i dishepullit është siç duhet kur e vendos veten nën Krishtin, që është shpëtimtari. Për këtë dytën se kemi qef, por që është dhe Zoti. Jezus faleminderit që vdiqën kryq, të lumë vlla, faleminderit. Shpëtimtari. Kurse ti thuash, Jezus ti je Zoti im, do thot, ti je zotëria im, ti je mjeshtri im, edhe unë e vendos veten time nën ty, në për të sjellë kënaqësi ty, edhe ky është, edhe këtu e zbulon atë që Perëndia ka jashmase më shumë, duke e vendos veten nën autoritetin e Krishtit, edhe është aty ka liri, ka çlirim, duke sigur mos ta venos, po duke sigur jam i cunguar, sigur jam i bllokuar, jo. Ku është fryma e Zotit? Ka liri, ka çlirim. Shkojmë te pjesa e fundit. Ka fillu muzika, ka kohë, do të thotë që do ta kisha mbyll. Ta them edhe këtë pjesë e fundit, se më ngel mendja. Shiko, se cili prej nesh ka pjesën tonë tek puna e Perëndisë. Kapitulli 3, vargu 18, është i lezetshëm, duket çik triki, por ka një kuptim shumë të bukur teologjik. Prandaj të gjithë ne, kushdo që është kthyer te Zoti dhe ka njoh Krishtin, që e shohim lavdinë e Zotit si në pasqyrë, pa patur vel në fytyrë, shndrohemi në shëmbullimin e tij
nga lavdia në lavdi. Qa kuptimi ka ky varg? Shiko, pjesa e jetuarit sipas shëmbullimit të tij është kjo porosia e madhe, edhe sa herë që ne bëjmë pjesën siç dëshiron Perëndia merr lavdi nga ne. Lavdi duket si termi i ngatrur. Unë kur përmendet fjala lavdi më kujtohet çfarë? Vetëm lavdi dëshmorëve. Është termi i kohës komunizmit, se vetëm atëherë përdore. Lavdi atyre që vdiqën. Por është më i bukur se aq. E di cila është fjala lavdi? Është lavdia e Perëndisë, di ç'është? Është shumatorja e gjithë atributeve të Perëndisë. Është shumator. Kur mbledh dashurinë e tij, paqen e tij, gëzimin e tij, mëshirën e tij, faljen e tij, gjitha këto përbëjnë lavdinë e Perëndisë. Edhe kur ne si dishepujt e tij bëjmë diçka që i pëlqen atit, që reflekton karakterin e tij, ne pasqyrojmë atë. Lavdia e tij është si dielli. Dielli nuk e ka dritën, ngrohtësinë edhe energjinë për vete. E ka çfarë? Për ta reflektuar për ne, për të na dhënë ne. Edhe Perëndia nuk i mban për vete atributet e tij. I shkëlqen, i hedh mi dishepujt e tij, edhe bijtë e tij. Ne i rrezatojmë tek të tjerët. Për ta krahasuar, nëse Perëndia do ishte dielli, ne jemi hëna. Apo s'kan qenë astronaut në hënë të ditë. Hëna nuk ka dritë të vetën. Cila është puna? Vetëm të reflektoj diellin. Që bie gjërat që bëjmë ne. Si i bëjmë? I bëjmë nëpërmjet tij, nëpërmjet frymës tij. 2 Korintasve 4:4 thotë kështu. Ka të tjerë që nuk e kuptojmë këto momente që po flasim ne. Pse? Sepse kanë velin. Mund ta lexojnë Biblën, mund mos kuptojnë asgjë. Sepse nuk e kanë zbulesën e frymës. Edhe madje thotë kështu, këtyre njerëzve Perëndia e këtij shekulli është me p të vogël që i referohet të ligut. I ligu u ka verbuar mendjet e tyre që të mos besojnë. E duke mos besuar, drita ungjillit të lavdisë së Krishtit që është shëmbëllesa e Perëndisë të mos ndriçojë tek ata. Edhe kur dikush, si ishte ai vargu, kur dikush kthehet nga Zoti, çaj ndodh? Bie veli, atëherë mund dalloj, mund të shikoj, sa e madhe që nga dashuria e Perëndisë. Unë mendova që Zoti më kishte inat. Unë mendova që janë ca fetarë që më lidhen aty te ajo vendi me karriget kuqe. Jo, Perëndia pas ka shumë për mua, edhe paqja dhe shlodhja e tij që ka ndryshe. Perëndia ka shumë më shumë. Edhe ne si dishepujt e tij e marrim edhe e reflektojmë. Edhe 2 Korintasve, vargu i fundit, dhe kjo vjen nga Zoti që është frymë, nuk vjen nga ne. Nuk është e jona. Puna jonë është, si dishepujt vërtet, ne ndjekim mjeshtrin. Edhe kjo vjen nga Zoti që është frymë. Perëndia që na zgjedh edhe na hiqet veli, njohim dashurinë pa kushte, bëhemi dishepujt e tij, jetojmë në mbretërinë e tij, ku Krishti është mbreti, jetojmë në zonën e tij, ku është fryma e tij, është liria, edhe ndërsa shndrohemi sipas tij, shëmbullojmë lavdinë e tij herë pas here. Pyetja personale për ta mbyllur është kështu. Nëse Perëndia megjithmen ka jashmase më tepër, çfarë na pengon? Edhe nxitja ime do ishte hidh një hap më tutje. Edhe hapi radhës, unë do të sfidoja hidh një hap më tutje. Nëse ti ke zgjedhur Krishtin, cili është hapi radhës? Kush ishin 3 hapet e dishepujt? E para, rri me mësuesin, rri me rabinin. Ndoshta kjo mund të jetë hapi radhës. Apo kalo kohë me rabinin, apo kalo kohë me mësuesin. Edhe nxitja ime është nëse këtë gjë e ke lënë pas dore, kalo kohë çdo ditë. 10 minuta, 15 minuta, kohë me Perëndin. Lexojnë çik shkrimin, bisedon lutje me të. Çdo ditë. Pse? Është pjesë e procesit të udhëtimit të dishepullit për të zbuluar që çka ka Perëndia më shumë për ty.
Edhe e dyta që, ndoshta kjo është pjesa jote, ti thua, Zot, kjo është hapi im. E majmen që fillova një janar leximin e Biblës, po më duket me 3 janar harrova, me 5 janar harrova. Diku nga fillimi i janarit harrova. Nuk ka rëndësi ku e ka harru, e fillojmë prap. Po bisedoja me Adën, thash, Ada, ku je ti? Ada, unë jam te Ruthi. E tha, po ti ku je? Edhe unë thash, te Ruthi e? Pas e ikë si shumë kjo. Thash, jo, unë nuk ri me gratë, ri me burrat, jam të Abrahami. Sa do që bëra shakaun, e kuptoj gruaja që isha mrapa e leximin e Biblës. Ose ti je së puna ime. Merresh me shumë gjëra, edhe harron atë përditshmen me mjeshtrin. Riktheje tani. Mas Pashkës, shko e bukur për ta fillu me çdo ditë ri me mësuesin, ri me mjeshtrin, ri me më të madhin për krejtëve. Edhe e dyta hapi dytë dishem, ndoshta je këtu. Fillo të mendosh e të sillesh si rabini. Gjëra që ti mëson, ai të jep një fjalë, një gjë, ti e zbaton, edhe fillon merr formën e tij. Fillon, si ishte ajo shpreha? Të mbuloft pluri i rabinit, na mbuloft prania e tij. Edhe njerëzit dallojnë lavdinë e Perëndisë ke ty, s'din ta shpjegojnë, po se çka ka i gjë ndryshe ky? Çka ka i gjë ndryshe ajo? E di çfarë? Ti kenet me rabinin. Edhe vjen i e mbulu me të. Edhe hapi tretë është bëj veprosjaj. Kjo do ishte nxitja ime dhe do të shtyja hidh një hap më tutje. Sepse një hap më tutje ke për zbulu çfarë? Ke për zbulu që Perëndia ka më shumë. A dhe lutemi bashkë. Të uroj shumë që ky mesazh të ka trazuar në udhtimin ton duke ndjek Krishtin, edhe lutem shumë që sot do hedhësh një hap përkushtimi. O atë duam më tepër. Ne dinim që jemi shqiptarë, dim që du më shumë, për kjo që e ka dhe në Bibël. Ti ke premtu jash masë më shumë, duam më shumë. Faleminderit Perëndi që solli Jezusin, ne e besuam, do ta ndjekim mësuesin ton. Jemi dishepujt e tij, ama duam zbulojmë çka ka më shumë. Na ndihmo sot të hedhim një hap përkushtimi. Nëse ti do që rifillosh kohën me Zotin, ose ta fillosh nga fillimi, ne kemi të planin e leximit gati, thuaj, kjo është dëshira ime. Sot unë sjell, duke filluar nga sot, të kaloj 10 minuta çerkore çdo ditë me ty. Duke lexuar shkrimin, duke fol me ty. E ndoshta ti e bën këtë gjë, hidh një hap tjetër, Zot, unë do bëj diçka të vogël në emrin tënd. Unë do fal pa kushte për ty. Unë do lutem për ti rregullisht. Cili mendon ti që është hapi i radhës? Sot duam ta provojmë, ta përjetojmë çka ke ti më shumë. E nëse ti e këtu dhe akoma nuk e besuar te Krishti, ke dëgjuar dikush që është afër teje të ftoj hajde, edhe do ta fillosh të udhtim sot që po flasim me Jezusin, a do lutesh e ta ftosh atë në jetën tënde? E ti thuash, Jezus, besoj ty si Zot edhe si shpëtimtar. Edhe se kjo është dëshira jote, përshpërite një lutje thjesht, atë me aq sa di, me aq sa kuptoj. E pranoj dashurinë pa kushte ndaj meje. Faleminderit që solli Jezusin. Jezus, të ftoj në jetën time. Pastroje rrëmujen që do gjesh aty. Më jep një fillim të ri. Më jep një perspektivë të re. Vendos frymën e shejt brenda meje. Më jep mendjen tënde. Dhe nga sot e tutje drejtoje jetën time. Nëse e ke bërë këtë lutje, thuaj lutem edhe besoj në emrin Jezus. Amen.